Mbrojtësi i kombëtares shqiptare Marash Kumbulla po përjeton një sezon fantastik në radhët e Espanjolit në La Liga. 25 vjeçari shënoi golin e avantazhit në minutën e 39 në duelin ndaj Hetafes të vlefshme për javën e 32 të kampionatit. Pas një goditje nga këndi Kumbulla përfitoi brenda zonës ku me një gjuajtje të kalibruar me të majtën përshëndeti rrjetën. Ky ishte goli i tretë në 29 ndeshje për mbrojtësin shqiptar që është shndërruar në një titullar të padiskutueshëm të skuadra e Espanjolit. Fal kësaj paraqitje ai është përfshirë në formacionin e javës për krah Ernesto Valverdes, Luka Modric, Rafinha dhe Isco.